në asnjë hapësirë midis pallateve, në asnjë hapësirë pranë pallateve, në asnjë hapësirë që nuk është e ndërtuar, asnjë pronar privat nuk ka drejt të bëjë asgjë pa leje. Nuk mund të vërë traun për të bërë një parkim, për t'i marrë lek njerëzve, nëse nuk ka leje për të bërë parkim, dhe nuk mund të bëjë asnjë lloj aktiviteti tjetër. Dhe ajo pronë nuk tjetërsohet në aspektin që nuk shtetëzohet. Flas tu për raste kur brenda hapësirave të pallateve janë kthyer prona. Brenda hapësirave të oborave të shkollave janë kthyer prona. Brenda janë kthyer prona. Ato prona që figurojnë në hipotekë nuk tjetërsohen, por ama për sa kohë aty nuk ka një leje ndërtimi, i takon bashkisë, i takon shtetit, që në ato prona, në ato hapësira të garantoj pastërti, të garantoj siguri.